Në kulmin e sezonit turistik, urgjenca mjekësore në zonën baritare të Shëngjinit po ofron një formë të re shërbimi për pushuesit, ndërhyrje të shpejtë përmes motoambulancës. Kjo njësi motorike është vendosur në funksion për të dhënë ndihmën e parë në zonat ku automjetet e urgjencës e kanë të vështirë të deportojnë për shkak të trafikut të rënduar apo terren të pakalueshëm. Ledion Prendi, koordinatori i urgjencës në Spitalin të Lezhës, thotë se motoambulanca është e pajisur me të gjitha mjetet bazë të ndihmës së parë dhe drejtohet nga stafi i trajnuar për të ndërhyrë menjëherë derisa të merrijë autoambulanca. Kemi hyrë zyrtarisht në sezonin turistik veror, ku Spitali Rajonal i Lezhës dhe Qendra Kombëtare e Urgjencës Mjekësore kanë shtuar burimet njerëzore në shërbim 24/7 ditë javës për gjithë qytetarët, gjithë turistët që kanë nevojë për ndihmë dhe trajtim mjekësor. Numri 147 është i hapur 24/7. Në qendrën shëndetësore të verore të Shëngjinit të vit kemi risi dhe motoambulancën që na ndihmon në lehtësimin e rasteve, sidomos në rrugën e Ranës-Hedhur, ku shpeshherë autoambulanca është bërë pengesë nga trafiku i rënduar duke u vënuar në për misionet që ne kryejmë, dhe ekipi i parë që është caktuar me motoambulancën na jep shpejtësinë e duhur për t'i dhënë ndihmën e parë për t'i shpëtuar jetën kujdo që ka nevojë për ndihmën tonë që na thret për ndihmë mjekësore kundrejt numrit 147. Motoambulanca ka ekipin e trajnuar që do e përdorin mjek dhe infermier. Motoambulanca ka gjitha mjetet e nevojshme që kryen për ndihmë mjekësore, duke filluar që nga defibrilatori, çanta e emergjencës, bombla oksigjenit, pra deri në mbërritjen e ekipit dytë që është autoambulanca, që është pas motorit, ne i kemi shpëtuar jetën shumë qytetarëve që janë rrezik mbytje, aksidente dhe jo vetëm. Vetëm në javët e para të sezonit veror janë regjistruar mbi 1000 thirrje për ndihmë nga pushuesit dhe qytetarët në zonën e Shëngjinit, një numër në rritje që tregon për nevojën e zgjerimit të kapaciteteve.